Tani jemi duke hyrë në tunel dhe do ta mbajmë videon të hapur derisa të mbarojë tuneli të shikojmë çfarë gjatësie ka tuneli. Mos parakalo, thot aty, kemi disa shenja. Thot tuneli është i hapur dhe jep shpejtësinë 60 km/h, ndalohet parakalimi. Sa po hym në tunel tani, do të shikojmë për sa minuta do ta bëjmë. Tuneli duket që është ndërtuar me kualitet të mirë. Jo për gjë, po këtu do kalonin edhe ata, do kalojnë domethënë. Të mëdhenj të kuptoni dhe duhet ta bënin të mirë. Siç e shikoni ka drita lart në pjesën e tavanit, ka drita anësore. Kemi disa dalje në rast të rënje të tunelit ose në rast emergjencie. Kemi shigjeta të tjera këtu. Një 3 këndshë thot ndalohet parakalimi dhe vijat e vazhduara brenda në tunel që tregojnë që nuk lejohet parakalimi. Kemi një jeshile këtu që thot vazhdo ec. Kemi prap dalje në rast emergjencie. Dritat i kemi të kuqe, kemi blu, edhe kemi ngjyrë të verdhë. I kemi të gjitha ngjyrë. Vazhdojmë ecim. Kemi për 1 minutë e 53 sekonda deri tani, se tash 1 orë dhe për pakun. Vazhdojmë të shikojmë dalje këtu në rast emergjencie. Është gjë e mirë kjo. Edhe një dalje tjetër këtu. U bën 2 minuta e 15 sekonda. Jemi duke vazhduar udhëtimin në tunel. Kemi një tabelë që thot 60 km/s. Kujdes, thot kujdes. Edhe jep shenjën e makinave që nuk do të parakalojnë. Kemi një 3 këndsh tjetër përpara me të kuqe që jep shigjetat për ndalimin e parakalimit. Kemi një dalje tjetër këtu. Më duket se ishte dalje, është si xhep, por nuk e di për çfarë ishte. Është një xhep tjetër këtu që unë nuk e kuptoj çfarë është. Prapë njëjta gjë. Këtu pastaj kemi një dalje. Kemi xhepin prapë me një kuti të kuqe brenda. Ndoshta është që shtypin butonin për lajmërojnë për emergjenci, nuk jam e sigurt. Kemi xhep tjetër këtu. Arritën 3 minuta 23 sekonda. Kemi një tabel që thot 60 km/h, kujdes thot. Dhe prap vazhdon 60 km/h dhe shpjegon që tregon tabela që nuk duhet bëjmë parakalim. Vazhdojnë xhepat, kemi xhepa të shpesh në tunel. Ja, kemi një xhep tjetër tani këtu. Edhe një xhep tjetër. Prap një xhep tjetër. Më duket se nëse bie zjarr kanë atë pajisjen që të shuajnë zjarrin. Kishim një dalje tjetër këtu. Kemi përsëri një xhep. Këtu një xhep tjetër. U bë 4 minuta e 19 sekonda që neve po ecim në tunel. Vazhdon tabela tjetër që thot mos parakalo, kujdes, me 60 km/h. Kaluam një dalje tjetër në rast emergjencie. Këtu kemi një xhep tjetër. Shenja e mos parakalimit. Kemi një xhep tjetër. Vazhdojmë. Një xhep tjetër këtu prap. Dhe këtu kemi një dalje.
Ja ku kemi një dalje në rast emergjencie. Është gjë mirë se ka bërë disa dalje, kemi dhe shumë xhepa në pjesën e tunelit. Lash qoftë në një rast të një gjendje emergjencie të kenë në zgjidhje njerëzit. Vazhdojmë, kemi xhepin tjetër këtu. Edhe një xhep tjetër. Dalje prap. Dalje. Një xhep tjetër. Dhe u bëm 5 minuta 36 sekonda që jemi brenda në tunel. Kemi prap një xhep. Vazhdojmë, kemi shenjë trekëndshi për mos parakalim të makinave. Kemi një xhep tjetër. Vazhdojmë dhe gjetëm prap një xhep tjetër këtu dhe një dalje. Prap një dalje tjetër. Vazhdojmë, shikojmë shenjën e trekëndshit që tregon që mos parakalohen, edhe një xhep tjetër prap. Për shoqërinë e zjarrit mendoj se është. Edhe vazhdojmë edhe pak edhe dalim, ja dolëm, është 6 minuta edhe dalë të shikojmë edhe sa sekonda në mbrapa. Ti numërojmë deri në fund. 6 minuta 33 sekonda mbaroi tuneli.